një pjesë e njerëzve që drejton ekzekutivin shqiptar kanë shumë diferencë me njerëzit që drejtojnë poshtë. Për shembull, nuk kanë fuqi njerëzit që janë poshtë në piramidën e shtetit shqiptar të kenë tagër. Për shembull, unë do marr zotin Demaliaj sepse ka ekspertizë për këtë dhe këtë. Dhe dali garant një drejtori e filan. Nuk është ndërtuar piramida mbi sistem vlerash. Mbi sistem vlerash. Nga ana tjetër dhe vetë shoqëria nuk e do shumë meritokraci në vend. Nuk e do. Prandaj ta bëra pyetjen, domethënë resurset njerëzore pse? Nuk e do sepse është një lloj trashëgimie e kohëve kur ne vetëm flisnim dhe rinim kafe, kur ne vetëm tregonim historirat e botës dhe një pjesë nuk dinte as gjuhë tuaj, kështu dhe i konsumonin në kafe, e kështu. Dhe shteti ka logjik tjetër. Atë që filluan italianët ta bënin, gjermanët nuk mundën se kishin problemet e tyre. Komunistët e bën sipas mënyrës tyre, ngritën një strukturë krejt efikase për vlerat e tyre, por që dora dorës pan që vlerat që ata futën, që atribuan, e emancipuan shumë shoqërinë shqiptare, por kjo mund të vazhdoj një farë kohë, kjo nuk mund të vazhdoj përfundësisht. E di çfarë po them një metaforë, me që ju e pëlqeni shumë futbolli. I keni parë futbollistët e Brazilit pse dëmtohen aq shumë? Sepse kanë strukturë kocëkore shumë të dobët, një pjesë e tyre që vinë nga familjet e varfra. Dhe kush vinë në Europë kanë muskuj, forcohen, por dëmtohen vazhdimisht. Kurse futbolli anglez anglezët nuk dëmtohen. Strukturë shumë të fortë, edhe ka futbollin më të ashpër. Dhe luftojnë deri në fund sepse kanë strukturën, mënyrën se si janë përgatitur me radhë. Është sistematike, domethënë. Kështu që ne kemi një strukturë të dobët shtetërore. Kemi strukturë të dobët dhe strukturë të bërë me reforma, me aksione, me fushata. Dhe zoti Rama nuk i shpëton kësaj. Aksion për pastrimin e kësaj aksion. Pastrimi duhet të jetë në ADN-n e çdo njeriu. Mos të marrësh pronën e zotit Demalie ose të dikujt tjetër, duhet të jetë në ADN-n e atij që ashtu. Mos të ofendosh tjetrin, duhet të jetë në ADN-n e njeriu.